Mbeturina, pajisje të ndryshkura dhe pastaj një valixhe e errët mes shkurreve, nga e cila dalin këmbët e një vajze. Këtu Mark Anthony Sampson, një student Filipinas 23 vjeçar i arkitekturës, hodhi trupin e Ilarias Ulës pasi e goditi disa herë me thik në apartamentin e tij në Rom, ku jetonte me prindrit. Roli i prindërve. E reja shqiptare ishte goditur disa herë me thik. Nuk ka gjasa që babai dhe nëna Rik dhe Nosër, të cilët ndodheshin në apartament në momentin e krimit, të mos e kenë vënë re. Ata rrezikojnë të akuzohen për bashkëpunim në vrasje, sipas mediave italiane, ndërsa 23 vjeçari i cili ka pranuar krimin është arrestuar. Ai nuk ka shpjeguar motivin, por ka thënë vetëm "Më fal". Dyshohet se dikush mund ta ketë ndihmuar të riun Filipinas që të zhdukte trupin e Ilarias. Për ta zbuluar do të ekzaminohen të dhënat telefonike dhe pamjet nga kamerat e sigurisë. Nuk dihet se kur është goditur Ilaria, ndoshta në mbrëmjen e zhdukjes së saj më 25 mars, gjatë një debati, sepse ajo nuk donte të kishte më asgjë me Markun, me cilin kishte një lidhje 1 vjeçare që e kishte ndërprer, por ata ende flisnin me njëri tjetrin. Vrasja ka ndodhur teksa në shtëpi ndodheshin prindërit e 23 vjeçarit. A ka mundësi që nuk e kanë vënë re që Marku u qellon me thik Ilarian, se nuk dëgjuan asnjë ulërim, asnjë zhurmë? Babai dhe nëna nuk janë aktualisht nën hetim, por ata rrezikojnë të akuzohen për bashkëpunim në vrasje me dashje. Nëse do të kishin qenë të pranishëm, nuk do ta kishin ndihmuar të rën, duke lejuar djalin e saj ta mbyllte në një valixhe dhe ta çonte jashtë shtëpisë. Po të kishin qenë të pranishëm, do të kishin pastruar gjurmët e pashmangshme të gjakut, që policia nuk i gjeti në banesë. Gjithçka sugjeron se ata ishin në shtëpi, por thuhet se kanë thënë se nuk kanë vënë re asgjë. Policia shkencore ka gjetur disa njolla të vogla që po analizohen, por me shumë gjasa janë gjaku i Ilarias. Dyshohet se dikush mund ta ketë ndihmuar që të zhduket trupi 22 vjeçares nga Terni dhe do të ekzaminohen të dhënat telefonike dhe pamjet nga kamerat e sigurisë lokale. Gjatë marrjes në pyetje para prokurorit, i dyshuari nuk është përgjigjur për disa pyetje. Thjesht tha se e kishte ngarkuar trupin në makinë, e kishte mbyllur në një valixhe dhe e kishte hedhur nga një shkëmb. Ai e ka hedhur thikën në një kazan në lagjen Monte Sacro, por ende nuk është gjetur, ashtu si telefoni i vajzës, i cili u hodh në një puset. Më vjen keq për atë që kam bërë. Vetëm kaq ka thënë autori gjatë marrjes në pyetje para prokurorit, që e akuzon për krimet e vrasjes me dashje dhe fshehjen e kufomës. Gjatë ballafaqimit me prokurorin publik, Sampson nuk ka dashur të japë përgjigje për motivin, ditën kur ka ndodhur krimi dhe orët para sulmit dramatik. Hetuesit megjithatë kanë bashkuar pjesët e asaj që i dyshuari tha në orët e para të arrestimit të tij. Me sa duket Ilaria u vra pa atë mbrëmje të zhdukjes së saj, pra të martën më 25 mars, në atë që duket të jetë një krim pasioni, por hetuesit dhe detektivët po punojnë për gjetur prova të një veprimi të mundshëm të paramenduar. Zhurma në rrjetet sociale filloi të shtunën e kaluar pasi prindrit e raportuan atë të zhdukur. Marku gjithashtu duke i shqetësuar, me sa duket për të fshehur ngjarjen. Ai përdori telefonin e Ilarias për t'i dërguar mesazhe miqve dhe familjarëve, por me sa duket mesazhet zgjuan dyshimet e detektivëve. Pas arrestimit, 23 vjeçari rrëfeu vendin ku e kishte hedhur trupin e Ilarias. Ai tregoi se celularin e kishte hedhur në një puset, ndërsa thikën në një kazan, por ka ende disa pikpyetje mbi historinë e tij dhe zemrim. Vdekja e Ilarias është një plagë e tmerrshme për gjithë qytetin, komentoi kryebashkiaku i Romës Roberto Gualtieri. Ne nuk duhet të qëndrojmë indiferent përballë një feminicidi tjetër të papranueshëm.